sikur gjyqësia për zdyti për më vret djalin. Mërzia s'heket kur, amo ma për të ka mërzit edhe drejtësia, pse nuk po ja jepin dënimin e meritum. Numri i vrasjeve në Kosovë, vit pas viti po shkon duke u rritur, e në anën tjetër sistemi i drejtësisë në Kosovë, po dështon t'i zbardh këto vrasje. Prej 10 deri në 15 vite, zgjasin gjykimet për të gjetur fajtorët e për të njëjtat po mungon epilogu përfundimtar. Për veprën penale të vrasjes, kodi penal parashet dënim jo më pak se 5 vjet, ndërsa për vrasje të rënd parashet dënim jo më pak se 10 vjet deri në burgim të përjetshëm. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, vetëm 4 muajt e parë të këtij viti ka ndodhur 25 vrasje. Vetëm 2 vrasje më shumë, pra 27 vrasje, ka ndodhur gjatë 12 muajve të vitit 2021. Ndërkaq në vitin 2020 ka ndodhur 29 vrasje. Gjatë vitit 2019 ka ndodhur 23 vrasje, në vitin 2018 32 vrasje, kurse në vitin 2017 ka ndodhur 27 vrasje. Trajtimi jo adekuat i rasteve të vrasjeve konsiston kryesisht në shkeljen e dispozitave ligjore të parapara me kodin e procedurës penale. Fakt ky i cili bën që rastet të kthehen vazhdimisht në rigjykim, apo edhe të pamundsohet zbardhja e së vërtetës në rastet caktuara për shkak të mungesës së profesionalizmit gjatë hetimit të këtyre vrasjeve. Mos zbardhja e këtyre rasteve brenda një afati optimal, përveç që po shkakton pakënaqësi tek familjarët e viktimave, po ndikon edhe tek qytetarët në përgjithësi që të humbasin besimin në sistemin e drejtësisë. Në Kosovë ndër vite ka ndodhur vrasje që kanë tronditur opinionin publik e që disa prej këtyre rasteve, edhe pse kanë kaluar mbi 10 vite, nuk kanë epilog përfundimtar. Vrasja e policit Triumf Riza, Donjeta Pajazitajt, vrasja e Rahman Ukës e Naim Hajrizit janë disa nga rastet ku sistemi i drejtësisë po dështon që t'i zbardh këto raste. Në vijim do të paraqiten 5 prej vrasjeve që kanë ndodhur në Kosovë e që ende nuk kanë vendim të formës së prerë. Një vrasje që kishte tronditur Kosovën ka ndodhur në gusht të vitit 2007, ku ishte vrarë polici Triumf Riza. Si kryesi kësaj vepre është shpallur fajtor Arben Berisha, i cili për vrasjen e Triumf Rizës është dënuar me 35 vjet burgim, i cili dënim është bërë i formës së prerë. Mirë po Berisha nuk ishte personi i vetëm i akuzuar për përfshirje në vrasjen e Rizës. Pak vite më vonë ishte ngritur akt akuzë edhe ndaj Enver Sekiraçës, i cili dyshohet se ka shtyrë të dënuarin Berisha të vrasë policin Triumf Riza. Gjykata themelore në Prishtinë me 17 maj 2016 Enver Sekiraçën e kishte shpallur fajtor dhe e kishte dënuar me dënim unik prej 37 vitesh për 2 vepra penale, për nxitje në kryerje të vrasjes së rënd dhe për veprën detyrimi, kurse ishte liruar për veprën penale dhunimi. Gjykata e apelit me 24 tetor 2017 kishte mbajtur një seancë dëgjimore lidhur me caktimin e masës së sigurisë ndaj Enver Sekiraçës, pasi e njëjta gjykatë me 19 tetor në orët e mbrëmjes e kishte liruar nga paraburgimi atë dhe ndaj tij kishte shqiptuar masën e arrestit shtëpiak. Për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj tij kishin votuar 3 gjykatësit e apelit, 2 nga radhët e Euleksit, Elka Ermenkova dhe Ana Adamska Galant, si dhe gjykatësia vendore Mejreme Memaj. Por kjo gjykatë, vetëm pas 2 ditësh, kishte vendosur që sërish ta kthejë në paraburgim Enver Sekiraçën dhe për këtë shkak kishte bërë një fotografi e publikuar në rrjetin social nga mist që e kishin vizituar atë pas lirimit nga paraburgimi, duke vlerësuar se ai kishte shkelur masën e arrestit shtëpiak që i ishte caktuar. Gjykata themelore në Prishtinë për herë të dytë me 16 shtator 2019 e kishte shpallur fajtor Enver Sekiraçën për nxitje në vrasjen e ish policit Triumf Riza dhe i kishte shqiptuar dënim në kohë zgjatje prej 30 vitesh. Mirë po gjykata e apelit me 6 mars 2020 kishte vendosur që ta rikthej rastin për herë të dytë në rigjykim. Lidhur me këtë çështje, pas afro një viti, me 12 janar 2021, kishte filluar procesi i rigjykimit ndaj Enver Sekiraçës, i cili rast është ende në procedurë dhe pa epilog final. Në nëntor 2015, qyteti i Deçanit ishte tronditur nga vrasja e Donjeta Pajazitaj.
Ajo ishte privuar nga jeta në bjeshkët e strelësit të Deçanit në mënyrë mizore, të cilën vrasje akuzohet se e ka kryer kushëriri i saj Naser Pajazitaj. Sipas akt akuzës, Naser Pajazitaj dyshohet se e kishte marrë viktimën me vetur në fshatin Strelc, e kishte dërguar atë në malet e strelësit dhe e kishte vrarë me 2 plumba dhe për të humbur gjurmët, trupin e saj e kishte mbuluar me disa drunj. Familja e Donjeta Pajazitaj lajmin për vdekjen e saj e kishte marrë vetëm pas më shumë se 1 muaj, kur trupin e saj e kishin gjetur disa kalimtar të rastit. Lidhur me këtë rast, deri më tani janë shpallur 6 akt gjykime, 3 nga shkalla e parë, 2 nga gjykata e apelit dhe 1 nga gjykata supreme. Mirë po procesi akoma nuk ka marrë një epilog përfundimtar. Akt gjykimi i parë ishte marrë nga gjykata themelore në Pej në mars 2018, ku ishte shpallur akt gjykim lirues ndaj Naser Pajazitajt. Këtë vendim e kishte rrëzuar gjykata e apelit duke e kthyer lëndën në rigjykim. Pas rigjykimit, Naser Pajazitaj ishte dënuar me burgim të përjetshëm, vendim të cilin në korrik 2019 e kishte vërtetuar edhe gjykata e apelit. Mirë po gjykata supreme rastin e ka kthyer në rigjykim, pasi ka konstatuar shkelje të ligjit në këto 2 akt gjykime. Pas kthimit në rigjykim, me arsyetimin e menjanimit të dyshimeve ndaj sistemit të drejtësisë, gjykata themelore në Pej, me vendim të gjykatës së apelit, ishte përjashtuar nga gjykimi i këtij rasti dhe lënda ishte deleguar në kompetencë të gjykatës themelore në Ferizaj. Edhe kjo gjykatë me 27 maj 2021 e kishte gjetur fajtor Naser Pajazitajn duke e dënuar me burgim të përjetshëm. As ky akt gjykim, sikurse akt gjykimet e tjera në këtë rast, nuk ka arritur ta marrë formën e prerë, nga se i akuzuari ishte ankuar në gjykatën e apelit, e cila ka vendosur përsëri që rastin ta kthejë në rigjykim. Ky proces i rigjykimit do të jetë hera e 4 kur shkalla e parë do ta gjykojë këtë rast. Këto 2 raste nuk janë të vetmet të cilat sistemi i drejtësisë po dështon që t'ju jap epilog përfundimtar. Kryeqyteti ishte tronditur nga vrasja që kishte ndodhur në vitin 2014, ku ishte vrarë Rahman Uka, punëtor i sigurimit në lokalin Bon Vivant. Për këtë rast janë shpallur 5 akt gjykime, 2 nga gjykata themelore në Prishtinë, 2 nga gjykata e apelit dhe 1 nga gjykata supreme, ndërsa rasti tani ndodhet në proces të rigjykimit. Naim Hajrizi ishte privuar nga jeta në mënyrë barbare në vitin 2009, ku dyshohet se ishte vrarë me një çekiç. Për këtë rast janë shpallur 4 akt gjykime, 2 nga gjykata themelore në Prishtinë dhe 2 nga gjykata e apelit, ndërsa rasti aktualisht është në proces gjyqësor. Mentor Zekaj është vrarë në vitin 2017 në Pej, vrasje e cila dyshohet se ka ndodhur për shkak të një mosmarrëveshje lidhur me një borxh prej afro 77.000 euro. Për këtë rast janë shpallur 2 akt gjykime, 1 nga gjykata themelore në Pej dhe 1 nga gjykata e apelit, ndërsa rasti aktualisht është në proces gjyqësor. Janë familjarët e viktimave që shprehen të zhgënjur me sistemin e drejtësisë që po dështon t'i jap përgjigje përfundimtare rasteve ku kanë humbur më të dashurit e tyre. Këto zvarritje për vite të tëra në përgjykata, ata i vlerësojnë si vrasje të dytë për familjarët e tyre. Lumnie Pajazitaj tash 7 vite, pret që drejtësia ta thot fjalën e saj për vrasjen e të bijës Donjetës. Mërzia që e humbi vajzën thot se është e madhe, por që shprehet se kjo dhimbje po i shtohet me faktin që nuk ka një dënim të formës së prerë për atë që ja mori jetën të bijës. Kjo në mërzia jemja është e pamatne, është e rëndë për stepërmi. Unë si nën atë dit e kom përcjellë shnësht si vera, e me marrë në arkival a ka gjoma kiamet për nën e për familjet sajna. Mërzia s'heket kur, amo ma për të ka mërzit edhe drejtësia, pse nuk po ja jepin dënimin e meritum, e me i dënuar kur vepron drejtësia ndaj hazmave Donjetës tonë, atër besoj si e një vetën pak ma letë, pak ma e qetë, pak ma, se që 7 vjetë bëll i pata 6 javë
6 javë, ato 6 javë më së harrofshin. Lesi u zhduk, po pjallë, ja o martu dhe bashkë që kë, ja kozumi, beke jo martu, ka jo martu atje, gjithë kom thonë ajo, ja sa është e bekne, ja sa është e kidnapume. Edhe shef Riza, baba i policit të vrarë Triumf Riza, thotë se është i dëshpëruar që tashmë 15 vite sistemi i drejtësisë nuk po arrin ta dënoj atë që e ka dhënë urdhrin për vrasjen e të birit. Mos dënimi i urdhërdhënësit, sipas Rizës, është vrasje e dytë për djalin e tij. Unë si prind, i djalit tim të vrarë, nuk jam shumë i kënaqur me sistemin e drejtësisë. Edhe të them të vërtetën, po më vjen sikur gjyqësia për s'dyti po më vret djalin. Po na vjen shumë rënd kjo, që ende s'ka një gjykim përfundimtar. Kjo se dikush s'ka jenë, kur mundet me marë, për shkak se ta kanë drejt me ligj, ta tankohen vazhdimisht mbrojtësit e palës së akuzuar. Kështu që me të vërtet po zgjatni, është një proces që ka zgjatë shumë. E kur ky proces zgjatë kaq shumë, unë për një policë të vram elitar, atëherë se kuptoj me raste tjera sa zgjasin e qysh zgjasin. Domethënë, nuk është veç rasti i këtyre, po vrasjet e rënda, krimet e rënda, duhet shumë më shpejt të zgjidhen. Mos zbardhja e rasteve për vite të tëra, po ndikon që familjarët e viktimave të dyshojnë edhe tek prokurorët, edhe tek gjykatësit, se këto raste po i zvarritin qëllimshëm. Me të vërtetë se kupton kërkush këtë sistem kështu. Gjykimi ka qenë meritor edhe i herën e parë, kur gjykata themelore, atëherë e Uleksit, e ka dënuar me 37 vjet. Për shkak se ky kriminali Enver Sokiratës s'ka pranuar, gjykata tona me dënu, po veç gjykata e Uleksit. Ai vetë ka kërku. Ata e kanë dënuar me 37 vjet. Mirë, po gjykata kjo e apelit e kthen në rigjykim. Mandej Landa ka kalu me shkumi e gjyqtarëve të Uleksit, Landa ka kalu të gjykata tona. E tash gjykata tona që edhe dy raste po zhagite tash. Për shkak të s'po muj me kuptu hiq, a mos dijes, a frigës, a korrupsionit, sepse këto bandat kanë pare vlla dhe kanë mundësi me pagu. Shkëlqim Pajazitaj, vllai i Donjetës, thotë se tashmë e kanë humbur besimin tek drejtësia dhe se nuk do të marrin pjesë në seancat gjyqësore. Ai shprehet se si familje kanë pritur nga sistemi i drejtësisë që të zbardh arsyen që e ka shtyrë Naser Pajazitajn të kryej vrasjen dhe të zbuloj bashkëpunëtorët e tij që e kanë ndihmuar në kryerjen e saj. Pajazitaj thotë se prokurorët e gjyqtarët në rastin e vrasjes së motrës së tij mund të jenë të kërcënuar nga pleqnarët e fshatit që mos ta zbardhin vrasjen, apo edhe të jenë të korruptuar që fajtori të mos vihet para drejtësisë. Ose mundën me konë të kërcënuar nga drejtësisë ose të korruptuar, sepse për shembull mos zhagit që ka shumë një rast. Diçka tjetër neve si familje që na shtyn për shembull me besu si o ka zhagitet ky rast ose diçka, mundën me konë se mundën me pas
mundën me pas ndërhyrje nga ana e pleqnisë të fshatit, këto për shembull qysh se këto në fshat e na është nëse zbulohet një poshtësi ose një diçka që ndodh mes veti, qysh e thojnë, i der kishe zoni zi fshatit ose diçka mundën me pas edhe ndërhyrje nga pleqnarët e fshatit për mos zbulimin e këtij rasti. Numri i vogël i prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe kthimi i shpeshtë në rigjykim i rasteve të vrasjeve jepen si arsye se pse këto lëndë nuk po zgjidhen në një afat të arsyeshëm kohor. Shkëlzem Ibrahimi, prokuror në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, thotë se janë 7 prokurorë në Departamentin për Krimet e Rënda në këtë prokurori që të njëjtit trajtojnë edhe rastet e vrasjeve. Prokurori Ibrahimi thotë se të 7 prokurorët që merren me rastet e vrasjeve aktualisht kanë nga një rast në trajtim, derisa thekson se ka dhe raste të tjera që janë të pezulluara për shkak se të pandehurit gjenden në arrati. Ai thekson se secili rast i vrasjes nga ana e prokurorëve trajtohet në mënyrë të veçantë, pasi që secili rast është i tillë. Prokuroria Themelore në Prishtinë ka 7 prokurorë që merren me trajtimin e lëndëve që bien në kompetencë të Departamentit të Krimeve të Rënda dhe këta 7 prokurorë mirën po ashtu edhe me veprat penale që bien në kapitullin kundër jetës dhe trupit që në të inkorporohen edhe vrasjet e rënda po edhe vrasjet e privilegjuara. Për hetimin e veprave penale të vrasjes, secili prokuror trajton secilin rast të vrasjes në mënyrë të veçantë, nga se secili rast prej tyre është i veçantë dhe kërkon një hetim ndërtimi të rastit hetimor të veçantë për hetimin e atij rasti dhe me të marrë të blandës prokurori e shikon gjendje faktike dhe vlerëson se cilat veprime duhet i ndërmerr. Ato që kanë ndodhin zakonisht në praktik, në rastet më të shumta janë marrja në pyetje e përfaqësuesit të palës së dëmtuar, qoftë si palë dëmtuar, po në shumë raste edhe si dëshmitar, marrja në pyetje e dëshmitarëve të ndryshëm, sigurimin e provave të ndryshme materiale, ekspertizave të ndryshme, si balistike, forenzike, autopsisë, ekzaminimin e telefonave, rikostruimin e vendit të ngjarjes, shikimi i vendit të ngjarjes dhe shumë prova të tjera materiale. Sfidë për prokurorët, Ibrahimi thotë se janë sigurimi i provave përmes ADN-s, si dhe rastet kur kërkohet ndihmë juridike ndërkombëtare. Prokurorët në hetimin e këtyre lëndëve pra si vështirësi të veçantë e kanë sigurimin e provave përmes ADN-s dhe në raste kur kërkohet ndihmë juridike ndërkombëtare nga vendet e ndryshme, e veçanërisht në vendet ku Kosova nuk ka bashkëpunim juridik ndërkombëtar. Nushe Kukaj, nënkryetare e gjykatës themelore në Pej, bën të ditur se janë 5 gjyqtarë në Departamentin e Krimeve të Rënda që merren me trajtimin e rasteve të vrasjeve. Sipas saj, aktualisht në këtë gjykatë janë në trajtim gjithsej 7 lëndë të vrasjeve, teksa tregon se cilat janë vështirësitë që i hasin gjatë trajtimit të këtyre rasteve. Vështirësitë janë më të ndryshme, në veçanti janë sigurimi i provave me kohë. Nëse në shëtim gjyqësor kërkohet shtesë, bëhen prova, bëhen ekspertiza shtesë, super ekspertiza, kjo sigurisht që dënë vonesë. Po e potencoj edhe një herë se na mungon një bashkëpunim sepse nuk kemi mjete të sofistikume dhe pse kemi një agjencian tani të thirrur, të licencuar. Megjithatë në shumicën e rasteve mungojnë mjete të sofistikume që duhet kërkohet ndoshta ndihmë nga shtete tjera dhe ato kanë vonesë. Rrethana tjera që janë dytësore, më të them që ndonjë sigurimi ndonjë dëshmitari, sigurimi palëve tjera në procedurë, mund ta prolongoj procedurën, nganjëherë ndodh edhe për shkak të avokatit, por këto janë pak më të rralla, sepse të rastet e vrasjes zakonisht palët i sigurojmë me kohë. Instituti Kosovës për Drejtësi në vazhdimsi ka monitoruar këto raste, për çka hulumtuesi i lartë Yll Zekaj vlerëson se sistemi i drejtësisë po dështon që t'i zbardhë ato. Vrasja është ndër krimet më të rënda që hyjnë në kapitullin e vepra penale ndaj jetës dhe trupit. Prandaj si të tilla këto raste janë shumë të ndjeshme dhe moszbulimi i tyre ndikon negativisht në shumë dimensione. Pasiguria që krijohet tek qytetarët nga kryerja e këtyre vepra është shumë e madhe. Ndërsa zvarritja dhe zbulimi i kryesve ndikon në humbjen e besimit të qytetarëve në organet e ndjekjes dhe sistemin e drejtësisë. Në këtë drejtim, situata rëndohet edhe më shumë,
kur kemi rastet e ngritjes së aktakuzave për vrasje, të cilat nuk arrin të marrin një epilog përfundimtar me vite të tëra. Gjatë monitorimit sistematik të këtyre rasteve, IKD ka evidentuar numër të konsiderueshëm të rasteve në të cilat shkelet e drejta për gjykim brenda afatit të arsyeshëm kohor. Jo efikasiteti në trajtimin e rasteve të vrasjes përkthehet edhe si mungesë e efikasitetit në mbrojtjen e të drejtës në jetë nga ana e sistemit të kosovar të drejtësisë. Në anën tjetër, mungesa e efikasitetit në trajtimin e këtyre rasteve paraqet konsekuenca jashtëzakonisht negative edhe tek palët e dëmtuara. Këto konsekuenca negative manifestohen si në aspektin moral, ashtu edhe në atë material. Sa i përket aspektit moral, zvarritja për disa vite e në raste të caktuara dhe për disa dekada, për të vënë drejtësinë në një rast të vrasjes, paraqet dhimbje të shtuar për familjarët e tani më viktimës. Kurse në aspektin tjetër, sa i përket atij material, parimisht përfundimi i procedurës penale është parakusht i realizimit të dëmit civil. Mungesa efikasitetit në procedimin e këtyre rasteve krijon zvarritje edhe në këtë pjesë të realizimit të dëmit material. IKD gjen se gjatë viteve 2013-2019, prokurori i shtetit ka dështuar të provojë aktakuza në gjithsej 47 raste, në të cilat është nxjerrur aktgjykim lirues nga ana e gjykatës, ndërsa në 43 raste të tjera aktgjykim refuzues. Gjatë monitorimit të rasteve të vrasjes në sistemin kosovar të drejtësisë, IKD gjen se në trajtimin e këtyre rasteve paraqiten vazhdimisht mungesë profesionalizmit, e cila mungesë më pastaj reflekton edhe në efikasitetin dhe efektivitetin e procedurave penale të kryesve të këtyre rasteve. Fajin sepse lëndët e vrasjeve nuk po marrin epilog përfundimtar, prokurori e gjyqtarja ja hedhin njëri tjetrit. Prokurori Shkëlzen Ibrahimi thot se rastet e vrasjeve nga ana e prokurorisë themelore në Prishtinë trajtohen me prioritet, por që të njëjtat vonohen që të zgjidhen nga ana e gjykatësve. Këto raste siç e ka dhe më lart tek ne si prokurori tani aktualisht për shkak të ndarjes që e bëjmë kryen brenda afatit të arsyeshëm. Mirë, po tani në fazën e gjykimit atëherë paraqiten arsyet që ndoshta më shumë kishin mundur me dhënë arsye nga ana e gjykatës, ndoshta vlerësoj unë se janë lëndë komplekse, janë lëndë të rënda, edhe vetë gjyqtarët kërkojnë kohë më të gjatë për trajtimin e tyre, numri i vogël i gjyqtarëve, veçmas në gjykatën themelore në Prishtinë, qoftë për shkak të pensionimit apo avancimit të tyre dhe rigjykimet e shpeshta. Ku jemi këtu, ndoshta kishte qenë mirë edhe Kuvendi i Kosovës më na ndihmu, me qenë se drafti i kodit të procedurës penale është në hartim me sipër në Kuvend, dhe të njëjtit të kufizojnë se sa herë gjykata e apelit në Prishtinë tek i kthej rastet në rigjykim. Ndoshta të njëjtit për shkak të përvojës së gjatë, profesionalizmit, do të mund të jepnin më shumë kontribut në trajtimin e këtyre çështjeve penale të vrasjes që zgjasin për shumë vite siç e thë këtu. Ndërsa Nushe Kukaj, nënkryetare e gjykatës themelore në Pej, fajin për vonesën e zgjidhjes së rasteve të vrasjeve u alen prokurorisë, e cila është përgjegjëse për të siguruar prova. I gjithë akterëve në procedurë së bashku. Përfshirë të gjithë akterët në procedurë, nga hetimi, fillim, nga policia, prokuria, e mandeja dhe gjykata. E thash edhe më parë, nëse bëhet një hetim i mirë, gjykata ka me përfundu rastin në afatin optimal. Nëse kemi një hetim që kemi mungesë prova, duhet vërtetuar se ne kemi obligim ta vërtetojmë për te i dyshimit bazuar mirë, në mënyrë saktë dhe të plotë, çdo fakt, çdo provë. Dhe nëse na duhen prova shtesë për qartësuar rrethanat apo pretendimet në akt akuz, sigurisht ato marrin kohë dhe çojnë deri te një kozgjatje më të madhe, mos them zvarritje, se zvarritja është diçka tjetër, por që të zgjas më shumë një gjykim që ka të bëjë me veprat penale të vrasjes. Ajo tregon se cila është zgjidhja që rastet e vrasjeve të zgjidhen më shpejt dhe të njëjtat të mos kthehen në rigjykim. Unë mendoj një bashkëpunim me i mirëfillt hetuesi prokurori. Që prokurori të jetë gjithmonë ai që e menaxhon hetuesin. Dhe sigurimi i provave të bëhet edhe në prezencën e ekspertëve mjekoligjor dhe ekspertëve kriminalistikës.
që në start të sigurohen të gjitha prova dhe të shkohen me metodën e eliminimit, do të thonë të shkohet me eliminim. Më mirë është të vonohet në hetim se të vonohet në gjykim. Sepse nëse shkojmë me një hetim shumë të shpejt, ne kemi afatin e kufizuar, por kur kemi raste që kemi probleme në hetimin e kryerësve, atëherë më mirë është që mos fillohet hetimi, por të ndërmerren masa, të shkojnë me metodë të eliminimit dhe të eliminohen gjitha ato dyshime se a është kryes ky apo ai, dhe më pas fillohet një hetim që sigurisht do të ketë një sukses më të madh. Mandej në gjykat patjetër se do të shkoj shumë më shpejt dhe më mirë. Ylzekaj nga IKD thot se mënyra e trajtimit të rasteve të vrasjeve në të gjitha hallkat e sistemit të drejtësisë lë shumë për të dëshiruar, gjë që po ndikon në zvarritje dhe kthim të shpeshtë të rasteve në rigjykim. Një prej fenomeneve shqetësuese se si administrohet keq drejtësia janë pikërisht rastet e vrasjeve, kur shqyrtimet gjyqësore zvarriten dhe për më tepër, aktgjykimet që shpallen në fund të këtyre proceseve përcillen me shkelje të shumta, për të cilat gjykatat e nivele më të larta i prishin këto lëndë dhe i kthejnë në rigjykim. Kthimi shpesh në rigjykim shkakton dëme të shumanshme, ku palët përfshihen disa herë në shqyrtime gjyqësore, dëshpitarët mund të vdesin rrugës dhe ajo që është e papranueshme ndikon në zvarritje të parsyeshme për ta vendosur drejtësinë në këto raste. Pra, në aspektin profesional, kthimi shpesh i këtyre rasteve në rigjykim dëshmon për jo profesionalizëm të sistemit të drejtësisë në trajtimin e këtyre rasteve. Ndërsa për palët, kjo është shkelje të drejtave për të administruar drejtësia në kohë të arsyeshme, e cila nuk ka as se si të përkthehet ndryshe përveç si humbje e besimit në drejtësi. Ulëmtuesi Zekaj thot se IKD, duke vlerësuar dështimet e vazhdueshme të sistemit të drejtësisë në zbardhjen dhe trajtimin e rasteve të vrasjeve, ka rekomanduar krijimin e një departamenti të veçantë në prokurorinë speciale. Nisur nga gjetjet e IKD-s mbi trajtimin e rastet të vrasjeve, e veçanërisht numrit të vrasjeve të pazbardhura në Kosovë, IKD konsideron se në këtë mënyrë që sfidat në trajtimin e këtyre rasteve të trajtohen si të veçanta, pasi edhe mira mbrojtur në këtë rast është e tillë. Brenda sistemit prokurorial dhe sistemit gjyqësor ka nevojë për një reformë organizative. Kjo reformë konsiston në nevojën për krijimin e një trupe të veçantë prokuroriale dhe gjyqësore për trajtimin e veprave penale të vrasjeve. Sa i përket sistemit prokurorial, deri më tani nuk ka pasur kritere të qarta, as në letër e as në praktik, për përzgjedhjen e rasteve të vrasjeve të cilat janë trajtuar dhe duhet të trajtohen nga ana e PSRK-s. Duke pasur parasysh se brenda vitit cilën mesatarisht rreth 30 vrasje, kjo nënkupton se ka nevojë për një riorganizim të kapaciteteve në sistemin prokurorial dhe gjyqësor. Në këtë drejtim, IKD ka rekomanduar formimin e një trupe të veçantë si në PSRK, ashtu dhe në departamentin special të gjykatës themelore në Prishtinë për trajtimin e veprave penale të vrasjeve. Kjo do të rriste profesionalizmin e hetuesve, prokurorëve, po dhe të vetë gjykatësve, të cilët do të profilizoheshin dhe do të shtonin efikasitetin dhe efektivitetin në trajtimin e këtyre rasteve. Të lodhur e të zhgënjur që për më shumë se 10 vite janë duke u endur në gjykata, familjarët e viktimave kërkojnë që këto raste të trajtohen me prioritet. Mesazhi im këta landë duhet kënë prioritet, sepse kur ta vret policin, se s'ta vret edhe gjykatësin edhe këta, pa gjithë ta vret kriminali. Prandaj duhet këtë prioritet kjo, jo veç kjo landa imi, po janë edhe raste tjera që janë. Krimeve të randa, unë besoj që këtu duhet me pas, sepse jeta njerit është në një. Në demokraci, në çdo demokraci jeta e njerit është në një. As kush s'ka drejt një t'ja merr jetën kërkuit. Prandaj dënimi do të jetë i merituar. Sinonën dënjetës kam thirrje për institucionet e drejtësisë, se çdo rast që për shembull veç rasti i dënjetës, për çdo rast me vepru drejt, edhe me marë dënimin e merituar ata që e meritojnë.
Mos zbardhja e këtyre rasteve brenda një afati optimal, po ndikon tek qytetarët që të humbasin besimin në sistemin e drejtësisë.